U rikthyer në studio për të vazhduar tutje biseden me një grafiste, piktore, apo për ta përmbledhur me një fjalë artiste, Esra Luta, e cila na vjen nga Tetova, ku po ashtu mbajti tashmërisht tazi me 29 maj dhe ekspozitën e saj të dytë personale, e quajtur Flow in the Flower. Si çfarë përmbajti kjo ekspozit, çfarë shprehu aty inspirimin e saj, por dhe më tutje ekspozitat e kaluara të ardhmet, stilin, inspirimin, do zbulojmë tashmë së bashku. Falenderoj shumë që gjete kohën dhe mundësinë të jesh sot me mua për të kënaqësi. Ju falenderoj edhe unë për ftesën që ma bënët. Atëherë Esra, mbajte me 29 maj ekspozitën e dytë personale, nëse nuk gaboj, ja kemi edhe këtu dhe katalogun, Flow in the Flower. Dhe besoj, nuk jam e vetmja ndoshta që të ka pyetur pse ky titull, çfarë përfaqëson për ty? Flow in the Flower është një rrugtim brenda lulesh. Ekspozita ime është ekspozit që i përmbledh dy drejtime, drejtimin e grafikës, grafik shtyp dhe të pikturës. Edhe për atë çka ke emërtova lundrimin në lule. Më pasë, në ndërkohë do i zbulojmë ca nga punimet, po ashtu do i hyjmë pak më në detaje, por gjithsesi çdo gjë që është prezantuar në ekspozitë është punëdore apo jo? Po, krejt jam nga dorët e mia nga ndalë gjithë punimet. Sa piktura gjithsej të prezantove? Mbi 30, 16 apo 17 janë në drejtimin e grafikës, tjeret janë në pikturë me dimensionet të ndryshme, edhe me format të ndryshme. Sa kohë mori gjithsej, le të themi, përgatitja? Flasim ndoshta nga vendimi, ishte së pari janë të gjitha të punuara enkas për këtë ekspozit, apo është një përmbledhje e një rrugtimi? Është një përmbledhje, një rrugtimi për ekspozitën vendosën vitin e kaluar, sepse është projekt i Qendrës së Kulturës në Tetovë bashkë me Ministrinë e Kulturës, por punimet janë punuar pak më parë. Grafikat janë punuar shumë më parë, kurse pikturat, mund të them se në 2020 e kam patur ekspozitën e parë, prej 2020 e deri më sot janë të punuara. Morën shumë kohë gjithsej që nga momenti ndoshta kur nisët ti punoje deri në prezantimin e tyre. Flasim çdo gjë, qoftë nga idetë, inspirimi, përmbledhja, besoj selektimi, se ndoshta janë edhe mbi 30 kishte punime gjatë këtij rrugtimi. Selektimi, ndoshta ideja për të mbajtur, po ashtu vendosja e titullit, çdo gjë deri tek prezantimi para publikut. Mori kohë, mund besoj, ë? Besoni që po. Se si të ta selektimi, në disa punime dështuan, u riprezentuan përsëri, por doli mirë më në fund. U përmbushën ato pritshmëritë, besoj. Po, jam e kënaqur nga finale. Publiku si e priti? Mendoj mirë, kam përgjigjet pozitive për ekspozitën, kritika pozitive pata. Janë, sidomos grafika është një drejtim që mund të realizohet në një proces shumë më të rëndë, dhe u atërhoqi shumë vërejtjen, sepse nga piktura pak janë të informuar, edhe ata që nuk kanë shumë njohuri nga arti, por grafika ishte diçka e re, edhe ishin shumë kureshtar për grafikën. Çfarë ju interesonte më shumë? Se edhe unë bëja pyetje pak më herët mbi grafikën, po ashtu është diçka shumë interesante dhe mënyra se si punohet. Procesi është i rëndë dhe shumë interesant në punë, është një proces ku grafika punohet në mënyrë graduale në pllak të bakrit, nëpërmjet acidit. Ai në mënyrë graduale prej në të bardhë në të zezë, mund të dështoj punimi përsëri të njëjtën proces mund ta vazhdojmë. Në fund, nëpërmjet të presës, shndrohet në letër edhe vjen finalja në temin të kënaqur. Sa kohë pak a shumë merr, le të themi, një grafik, domethënë? Për një grafik ndoshta minimale 1 muaj mund të shkojë. Minimale dhe thuaj që se gabimet nuk përmirësohen lehtë. Nuk përmirësohen dhe po ashtu nuk dallohen, apo? Po, edhe ajo është, më varet kush e din teknikën se si punohet, mund ta dallojë edhe gabimin, apo jo gabim, mund të bësh diçka tjetër mbi të. Mund të përmirësohet faktikisht. Mund ta zbulojmë këtë para, le të themi, përfundimit të realizimit të grafikës, apo e zbulojmë zakonisht në fund? Në fund ajo mund të shihet. Domethënë 1 muaj punë që në fund? Në fund, a dështim apo vazhdim? Kur the që kishe ca që dështuan ndoshta apo nuk u seleksionuan për përfunduar të këto 30 piktura që prezantove, cilat ishin arsyet?
Ndoshta mos pëlqimi figura nuk doli ajo çka doisha, se si zakonisht e grafikat kur kam punuar nëpërmjet të skicave, por edhe të skicat nuk jam mbajt shumë në moment. Çka kam djerë, atë kam realizuar edhe tek punime, qoftë grafikës, qoftë pikturë dhe mos pëlqimi faktikisht. Jo se gabim, por ajo është krejt në moment. Ndoshta në atë moment që i kam selektu nuk jam djerë si jam djerë më parë dhe ajo ka qenë efikase. Është pak e vështirë kjo pjesa që sepse në art besoj lidhet shumë dhe emocionet dhe ndjenja dhe çdo gjë tjetër. Patjetër, është një lundrim emocionesh, është një mendim shprehjesh. Besoj ishte një moment sepse pikturat fillove vetë se ti punoje pa pasur një ekspozit në kokë, por besoj erdhi një moment kur vetë se kuptova që dëshiron të realizosh një ekspozit me to dhe ndoshta edhe filloj të mirë të formën që do kishte para prezentimit të publikut dhe ca nga to u bën ndoshta më enkas për ekspozitën, apo jo? Po. Disa punime vetë se u realizuan edhe pas vendimit të ekspozitës. Po ajo ishte vazhdimi nga ajo që e mendova prej në fillim. Besoj se erdhi koha pak të shohim se disa nga punimet dhe po ashtu të bisedojmë pak më në detaje se çfarë teknika u përdorën dhe çfarë u prezantua, çfarë ti ke nënkuptuar këtu si grafiste dhe piktore po ashtu. Patjetër. Është një ndër pikturat e para që kemi në katalog? Është edhe piktura e parë në këtë cikël që është punuar, Qeri. Qeri kur u punua parafërsisht? Qeri u punua parafërsisht në vitin 2023. Ishte punimi i parë, është në dimensione pak më të vogla, është në 30x30, është e punuar në teknikën akril në pëlhur, por jo vetëm me akril, kam përdorur edhe mjete tjera si pasteli, si calligraphy pen, e kështu me radhë. Për ty, jo vetëm në këtë ekspozit, por le flasim pak përgjithësi, cilat ndoshta janë ato më sfidueset, materiale, teknika, apo ndoshta dhe vetë që e ke bërë enkas që të sfidoj në artin tënd? Nga ana ime, materiali nuk mund ta quaj si sfidë, se i punoj me kënaqësi, por sfidë mund ta quaj atë se është koha. Merr shumë kohë, mundi. Diçka tjetër jo, se krejt me kënaqësi, me qetësi kam punuar. Ndonjë teknikë të preferuar ke? Në piktur, vaj në pëlhur dhe akril në pëlhur i kam të punuar. Vaj në pëlhur është pak më rënd për punim se tharja e ngjyrës shkon më ngadalë. Edhe atë idenë që e ke nuk mund ta realizosh me një herë. Akrili është më i preferuar. Tek ekspozita Flow in the Flower, cila thua qoftë tek grafika apo tek piktura, cila ndoshta e ke më për zemër apo mori më shumë dhe kohë dhe mund? Për kohë mund gjithë njëjtë më kanë marrë, po për zemër e kam edhe në katalog është ajo pavdekshmëri, grafika, Immortality. Po, ja, kjo këtu, apo jo? Po, ajo është. Atë nuk e dish, shumë e dua të them, kur është atë, kënaqem. Ka ndonjë arsye specifike dhe na prezanto pak më në detaje se çfarë shohim? Unë atë në arsye më specifike se e realizova atë që dojsha. Do me thonë, finalja doli atë që dojsha të arri, jam e kënaqur nga puna që doli, do me thonë, tonaliteti, teknika doli, sakt që ka duhet të dalë dhe nuk mund të them që lehtë të punu, po shumë me kënaqësi u punu. Inspirimin ku e gjen Esra? Besoj si artiste e gjen në shumë gjëra, në natyrë. Ashtu, si që e tha edhe vetë që dhe ndjenja dhe emocionet nuk janë gjithmonë njëjtë, kështu që besoj dhe inspirimi nuk vjen non-stop nga njëjta gjë dhe po ashtu të gjithmonë, ndoshta ndonjëherë kemi edhe ca blokada këtu këtu, por sidoqoftë nga e gjë, nga buron inspirimi tek Esra. Inspirimi buron grafikat në fillim i kam punuar në periudhën e studimeve. Prej aty, do me thonë jam absolvente 2016, të do me thonë prej vitit 2015-16 ky cikël ka filluar. Në fillim me lulet, me mentorin tim, i nderuari profesor Hajrush Iseni, me konsultime e vazhduam që t'i vazhdojmë lulet. Pastaj, për shkak të pamundësive të realizimit të grafikave, u ktheva në piktur. Por përsëri nuk desha që t'i humbi vijat e grafikës, edhe për atë shkak edhe në piktura jam munduar t'i nxjerrë vijat e grafikës, të jenë të përbashkët. Në bazë bisedës tonë deri më tani, vrej që e kuptoj që një artiste e përmbushur në shumë drejtime stile,
dhe sfidon vetën në shumë, le të themi, drejtime arti figurativ, po sidoqoftë shoh që grafika sadopak të fle më shumë, apo gaboj? Po, ajo është e vërtet. Edhe në periudhën e studimeve që kam punuar, nuk e di pse më shumë më fle në zemër grafika, po. Edhe piktura njëjtë, po edhe si titull në periudhën e studimeve kam qenë si grafiste. Grafiste. Po. Mua çfarë më bëri po ashtu shumë përshtypje janë këto dyja. Besoj jemi akoma tek pikturat apo jo? Po. Na i shpjegoj pak, është shumë interesante si rrethi po ashtu dhe trekëndëshi, quhen fursia dhe love. Po. Janë të punuara në akril në pëlhur të dyjat. Desha që t'i provoj në format të ndryshme t'i punoj pikturat, se si zakonisht format standard, 4 ora po drejt këndësh kanë qenë, por në studime parë se ka edhe format të ndryshme të pëlhurave, kemi si pikloti, njëjtë rreth, drejt këndësh, 3 këndësh, 6 këndësh, por atë ende nuk kam filluar të realizoj. Besoj erdhën interesant dhe për publikun, apo jo? Mendoj se po. Është diçka jashtë le të themi të zakonshme, që jemi mësuar zakonisht ashtu. Po, për atë shkak edhe mua më tërhoqi vërejtjen dhe vendosa që t'i realizoj. Jashtë asaj dhe 2 tjera në formë të rrethit i kam, por në katalog nuk janë me siguri. Po, edhe kjo është. Po, dhe kjo edhe ngjyrat shohun një sy, nuk e di sa jam e sakt. Po. Sidoqoftë ngjyrat janë shumë intriguese për mua. Çfarë shohim dhe kuptimi i kësaj po ashtu? Në fillim kur punojsha këtë punimin, u inspirova nga filmi The Lord of the Rings, syri i Sauronit, por pastaj me evoluimin e titullova me emrin Magic. Këtu është punuar në vaj në pëlhur, është në dimenzion 50x50 dhe jam munduar që të bëj harmoni në mes ngjyrave të ngrohta dhe të ftohta. Dhe më thënë, inspirimi erdhi nga një serial dhe përfundoj edhe diku tjetër, një piknisje ndryshe, por që gjatë rrugtimit të tij përfundoj. Ndryshon. Ashtu. Po. Besoj nga shumë kushte, nga shumë arsye, si vetë piktor ndjenjat, emocione, gjithë janë ndikuese. Kjo po ashtu diçka shumë interesante, tashmë jemi tek cikli grafikës. Po. Durimi është njëra prej grafikave që ka në prapavi ngjyrë tjetër. Në grafikat se zakonisht mundohen mos të përzije ngjyrë, se është teknika palisje që mund të përzije ngjyrë, po në grafika në çdo herë dua pastër. Nga e bardha në të zeza, tonalitet të ketë, e vetë një punim është që ka ngjyrë të kaltër të errët në prapavi, dhe është një sprov, por doli rezultati shumë interesant se gjysma ishte pllaka, pastaj gjysmën tjetër e shtypëm në anën tjetër. Thua sprov e mirë. Sprov e mirë, ashtu diçka që të shtyu, le të themi ndoshta i të kalove pak kufit të tua që kishe deri me tani. Edhe veç një kopje ka, ma kanë kërku këtë, nuk e kam thënë askujt. Do mbash për vete. Po. Si sprov e të i kaluar me sukses, do e vazhdosh apo do ngelemi tek ngjyrat bardhëzi? Do ngele ashtu, me siguri, po. Kur thua përzije më ngjyra dhe në grafik, na sqaro pak më tepër për neve gjithve që ndoshta nuk kemi shumë njohuri rreth grafikës, se cilat ngjyra mund përzijemi, apo është e njëjta situatë si në pikturë apo dhe në... Jo, nuk është e njëjta, është krejtësisht ndryshe teknika edhe realizimi deri tek të përzierja e ngjyrave, siç e thash edhe më parë, në pllak të bakrit në mënyrë graduale bëhet nëpërmjet acidit, por te shtypi mund të përdorim ngjyrat që janë efikase për grafikën. Në prapavi me pllaka të ndryshme, në atë formë mund të bëjmë ngjyrat të tjera ku mund të shndrohet në palisje teknika me njëherë. Ngjyrat i shohim qartë? Mund t'i dallojmë mendoj apo... Mbaret se si i përdorim. Aty është, unë nuk desha që shumë të dalloj ngjyra dhe përdora të kaltër të errët. Përsëri shtova edhe pak të zezë, mund ta bësh përzierjen si të duash, ajo është e krejt çfarë. Dhe besoj ajo i japi tonalitetin e ngjyrave, nuancën, le të themi që ne i pam. Po, ashtu. Nëse nuk gaboj, ekspozita ishte hapur deri dje apo sot? Sot. Deri sot. Deri sot ka qenë hapur. Mbaroi sot. Mjaftueshëm ditë, besoj për të gjithë të interesuarit që kanë deshur të shohin artin tënd. Paka shumë ke qenë informuar ndoshta sa vizitor, komentet të tyre, pyetje ndoshta ka pasur dhe për artisten, si u prit nga audienca në përgjithësi? Pata përgjigje pozitive, tash pa komenta pata se menzi se presim për ekspozitat e ardhshme, po.
në të shumtën e rasteve, jashtë kësaj kam marrë pjesë edhe në ekspozita kolektive dhe u thash, ju presim në ekspozitat kolektive të radhës. Cilat janë, së dhe më thënë, ekspozitat personale, i kanë ato sfidat e veta, po ashtu dhe ato të përbashkëtat i kanë ato të veta. Cilat për ty ndoshta është më sfiduese apo më preferuar? Më sfiduese mund të jetë personalja, sepse gjithë janë punimet e tua, mbi 20 apo mbi 30, më varet e vendosisht ti. Kurse të ato kolektivet një apo me 2 punime, marrish pjesë dhe është shumë më lehtë për te kali. Varet besoj nga, le të themi, tematika e ekspozitës së përbashkët, apo duhet të jeni në harmoni të gjithë ato punime që prezantoni, apo varësisht nga tematika? Varet çka e kam përcaktuar komisioni. Nëse është me temë të përcaktuar, si mbas temës e vazhdojmë. Nëse jo me temë të lirë, atë çka e kemi të gatshme, me atë marrim pjesë. E cike më herët që të gjithë që erdhen të shikonin hapje në ekspozitës, kishin pyetje, kishin interesim rreth grafikës, apo jo dhe këto punimeve që ishin grafik. Cilat ishin ndoshta pyetjet që u bën më të shpeshta? Si bëhet grafika? Si bëhet grafika? Po, se u duke ishte diçka se është punuar në fletë, në hamer të Fabrianos të grafikës, por kur e tregova procesin se si punohet, u habiten të gjithë. Ishin edhe disa kolegë të tjerë që njohin grafikën, edhe ata atyre të njëjtën pyetje u bëjshin, kur u përgjigjeshin gjithë u habicin me teknikën e grafikës. Isra, Flow in the Flower, do vazhdojmë një cikël punimesh me lule, apo përmbyllëm këtu? Mendoj se do vazhdoj. Nuk largohem nga lule. Do në është diçka, le të themi një që të bën ty të veçantë. Diçka e jotja, diçka personale e jotja. Edhe në periudhën e studimeve kur ishim nga vija e dallojshim se punimi i kujt është, domethënë edhe lulja kur kujtohet në të tofë. Kemi edhe disa kolegë që punojnë me lulet, por lulet e mia mendoj se janë të veçantë. Se këtu doja të dilja që, për shembull, nëse e takojmë dikë, apo bisedojmë dikë, si të përshkruajmë ty si artiste, le të themi, si piktore, si grafiste, cila do ishte stili yt, apo ajo veçantia që dëshmon që ti e ke bërë këtë pikturë apo këtë grafik? Mendoj se përgjigjen do japin lulet. Do japin lulet, vetë flasin, ë? Vetë lulet dhe vijat, mendoj, në grafik, tonaliteti, krejt këta. Artistin e përshkruan më mirë vepra. Ashtu. Shumë bukur, e the shumë e vërtetë. Arti është diçka që dëshmohet vetë, që duket vetë. Ashtu mendoj do. Ekspozita e dytë personale, gjithsesi të parën e kishim në 2000... Në pandemi, ndodhi në 2020. Pandemi u morë vendimi më herët, apo isha aq e guximshme sa ta zhvilloje? Vendimi u mori më herët, edhe ajo ishte projekti galerisë me Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, por fatkeqësisht pandemia ndodhi atëherë, edhe një ditë para ekspozitës erdhi vendimi që të mbahet ekspozita pa hapje dhe me një numër të caktuar të ardashësve, por 2 fish u bën ardashësit, pak problem ndodhi, më thuashin që nuk është e lejushme, por i kisha ftuar më. Ishte edhe një kohë ndoshta që gjithë kishim nevojë pak dhe të dilim dhe të shohim qoftë piktura apo gjëra të bukura. Po, me njëherë pas pandemi, pasi u liruam pak nga pandemia, po, atëherë ndodhi edhe kjo. Çfarë prezantove në ekspozitën e parë? Edhe ajo njëjtë ishte me grafik dhe piktura, por pikturat ishin krejtësisht ndryshe. Mendon krejtësisht ndryshe nga njëra tjetra, apo çfarë po shohim këtu? Ndryshe teknika e punuar, ishin të punuar në vaj, në pëlhura dhe më shumë më tekstur. Këta cikli i ri nuk ishte shumë tekstur, më shumë u fiksova tek kontrasti. Kurse të ato tjera teksturën e kisha në plan të parë. Pse ky ndrim, apo tenton që çdo herë me çdo punim, me çdo ekspozitë të radhës, pak ta provosh veten, të përfaqësosh, të tregosh diçka tjetër tek publiku? Ajo, është tek grafika teknike kombinuar i përmbledh të gjithë. Edhe nuk e kam shumë tjetër, po edhe nuk është e preferuar që të bëj ndryshime, por te piktura jam më e lirë për këtë aspekt, edhe mundohem që të bëj diçka të re, edhe në vazhdim, në piktura, nëse vazhdojmë ndryshime, do jetë, do me thonë, lulet do ngelim, por stili do ndryshoj. Ashtu. Diçka teknika të preferuara, stil të preferuar, ka Isra? Ajo më varet çka duash në moment të punosh. Se pikturën mund të realizosh në teknika shumë të ndryshe, jo vetëm vaj apo akril në pëlhur, kemi që art që është në fluid akril, më abstrakt është e punuar, kemi me pastela që punohet.
ajo kretë më varet në moment çfarë mendosh edhe si duash ta realizosh. Ashtu. Tek ekspozita e parë, sa punime prezentove? Edhe aty për afërsisht 30 punime kishte, po. Në gjys. Ashtu, do më thonë, disa nga piktura dhe po ashtu disa nga grafika. Po. E përmendë numri akoma më i lartë e gjithëve që donin të ishin të pranishëm, do më thonë doli me sukses dhe ajo. Po, kisha edhe aty përgjigje pozitive, kritika pozitive, edhe ajo më shtyu që ta bëj ekspozitën e dytë. Dhe ndoshta kjo po të shtyn që ta bësh dhe të tretën. Ndoshta. Besoj emocionet, ishte hera e parë, ndoshta me të dytën tashmë ishte pak më e qetë. Ishte pak më sfiduese por në ekspozita e qendrën e parë? kulturës ishte e para, kishte emocion pak më ndryshe, ekipi ishte pak më ndryshe, organizimi më ndryshe, atmosfera shumë më ndryshe, edhe ngele kënaqur shumë edhe nga ekipi, po. Do të thënë, emocione të ndryshme në të dyja eventet. Po. Si artiste të cila kishte ndoshta pak më shumë stres, pak më shumë emocione, se si do pranohesh te e para? Po, te e para, ajo ndosë se nuk e dish reagimin e publikut, nuk e pat përvoj për atë gjë as pak, te dyta kisha pak më shumë përvoj, edhe isha më rahat. Sepse besoj tani jemi në rregull. Desha të dal pak tek materialet. Sa është e vështirë tek ne ndoshta të sigurosh materialet e duhura, të punosh çdo gjë që ke në mendje, të provosh teknika të ndryshme. Është pak rënd, kemi mungesë të materialeve. Unë si zakonisht materialet i marr prej jashtë vendit, nuk mund t'i gjej çdo herë këtu atë që e kërkoj, edhe për atë shkak në çdo herë kur dal jashtë vendit, mundohem që t'i përmbledh materialet e duhura. Do të thonë tek ne nuk është se kemi shumë gjëra të nevojshme. Temeli është. Baza është, por nëse dëshiron të dalësh pak jashtë vetës, apo të provosh gjëra të reja, të prezantosh gjëra të reja të publiku, pak problem. Do të thonë jo mundshme për të gjithë fatkeqësisht. Më varet çka kërkosh në moment. Është pak, ndoshta jo vetëm arti figurativ, vizual, por të gjitha artët janë pak me kosto të lartë vinë. Po, është pak ajo. Janë profesione që ndoshta nuk të japin shumë, por të marrin shumë. Po, ne kemi qenë përbashkët edhe me artin muzikore dhe dramatike, shifsha se arti muzikor instrumentet i kërkon pak më ndryshe. Mirëmbajtja dhe çdo gjë. Po, arti dramatik ndoshta nuk ka ndonjë material të sakt që ta përdore, por koha, nuk kishin kohë të caktuar për provat, për shfaqjet, për çdo gjë. Çdo drejtim ka rëndësinë e vet, sakrificat e veta, mundin e vet, lodhja. Tek e cila ndoshta u lodhe më shumë, sakrifikove më shumë? Grafika, mendoj. Te grafika. Po. Zemra më krevën të ajo më shumë, po edhe mundi është më i madh tek ajo. Kur jemi tek mundi dhe po ashtu shpërblimi dhe çdo gjë e rëndësishme dhe në art është dhe mbështetja, apo jo, qoftë ajo mbështetja familjare, shoqërore, personale, por edhe mbështetja në aspekte të ndryshme. Sa kemi mbështetje si artista? Mbështetje familjare, si që thatë, po, ajo është e para, nëse nuk ke mbështetje familjare, deri te kjo e funda, asesi nuk mund të mbrish, po. Unë mbështetje familjare kam pat, mbështetje nga universiteti, po kam pat, mentori im kam mbështetur deri në maksimum. Isha edhe studentja e parë me mbules që kam qenë në artin figurative dhe do me thënë atë akullin e thejta. Tash pas meje ka shumë artiste të mbuluara, por unë isha e para dhe kisha atë problemin. Ndërsa të më pranojnë në rrethin e vetë, unë të pranohem aty, por mbështetja e mentorit tim ishte mbi nivel. Tash, për ekspozitat, mbështetjen që na e bëri Ministria e Kulturës në financa, është e rëndësishme shumë. Është rëndësishme shumë. Po. Në çdo, besoj, sepse zakonisht artistat ankohen dhe jo pa shkasë, për shkak sidomos tek mbështetja financiare që sadokudo për artët dhe kulturën është zakonisht e vogël dhe jo e mjaftueshme, dhe shpesh herë duhet dhe ndoshta të kontribuoni vetë. Ajo është e vërtet, po në rastet të tilla ministria, institucionet shumë na ndihmojnë. Në ekspozitën e parë Galeria e Arteve Tetovës, tash Qendra e Kulturës për Tetovës. Tek audienca, e dim si në çdo ndoshta event, jo vetëm tek artet, por në sport, ndoshta edhe në shumë eventet të tjera,
komuniteti, le të themi, i asaj fushë përkatëse po se po do ja tendoj, do shkoj tek ato evente, do jeti pranishëm, por kemi edhe njerëz që thjesht i shijojnë pikturën, i shijojnë grafikën, duan të dinë më shumë, duan të shohin, domethënë jo vetëm ardashësit apo komunitetin që ju vetë se njiheni mes vete shumica, por kemi edhe të jashtëm. Po, kishte shumë edhe të ardashësit që ishin në ekspozit, kishte nga ajo anë. Ju pëlqejti shumë. Ju duk interesant se edhe aranjimi punimeve bashkë me kuratorën e bëm me Jasminën, aranjimin e punimeve bënëm që mos të jenë krejt një fond, të ketë pak ndryshime, edhe ajo va tërhoqi vëretjen dhe pëlqyen shumë. Cilat grup mosha pak më shumë i shohim të këto evente? Mesatarja më duket. Mesatarja. Po. Edhe të rinjt kishte, por mesatarja më shumë. Po. Si zakonisht edhe familjarët. Me pa tjetër, Po. Përmendej që njerëzit vetë se pyesin kur do jetë ekspozita e radhës. Kështu që po ta bëj edhe unë këtë pyetje. Tash si e fillova 2020-2025, ndoshta në 2030. Po nuk dihet, ende nuk e kam vendos, krejt është puna si që tha edhe financiarja. Tash nëse gjej një mbështetje të mirë, pse jo ta bëj me njerë edhe ekspozitën tjetër, por shumë do kisha dasht që jashtë vendit ta nxjerrë ekspozitën, po. Doja të pyesja, domethënë me ekspozitën e parë, po ashtu dhe të dytën, kemi pasur prezantim vetëm në Maqedoni, apo ka udhëtuar ose në të tokë përkatësisht, apo ka udhëtuar në qytete qoftë brenda dhe jashtë vendit? Fatkeqësisht nuk e arrita të realizoj jashtë vendit, apo jashtë Tetovës të nxjerrë. Kam konkuruar edhe në qytetet tjera, por përgjigja negative dolin nga ato projektet, vetëm në Tetovë që ka ndodhur. Po gjithsesi, besoj kjo s'është që të ndikon të ndalësh, edhe të provosh për erat të tjera. Jo, as pak, jo. Do vazhdoj. Besoj publikun, qoftë virtualisht apo dhe të pranishëm e ke pasur dhe nga vendet të tjera dhe besoj që dhe ata duan të kenë pikturat të tua, grafitet të tua dhe të pranishëm në qytetet të tyre. Kisha kolege special që kishin ardhur për ekspozitët nga Kërçova. Edhe shumë emocionova kur i pash edhe ata. Çfarë jetë duke u marrë momentalisht, flasim në mënyrë profesionale dhe në ekspozitën e tretë, çfarë mund presim të shohim? Përsëri mendoj të vazhdoj edhe në grafik edhe në piktur, por ndoshta me disa ndryshime, por nuk dua të largohem nga grafika, përsëri me vijat e grafikës do vazhdoj edhe në piktura. Patjetër. Dhe jo s'do largohemi nga lulet apo jo? Jo, asnjëherë. Për momentin, gjithsesi nuk kemi ndonjë ide konkrete apo jo? Jo, për momentin jo, por sot me shefin e organizimit që e bëm të ekspozitës, konsultuam se në vitin e ardhshëm mund të jetë edhe kolonia e grafikës në qendrën e kulturës, domethënë aty do jem, edhe si bashkëpunëtore. Si bashkëpunëtore. Po. Për momentin punon në ndonjë projekt qoftë grafik apo pikturë, domethënë momentalisht, apo ishe e përshëndruar të ekspozita dhe tani meritojnë pak pushim? Për momentin pushoj, shpresoj kam do ideja, nëse mund të i realizoj, do i realizoj edhe ata për ekspozita tjera. Folëm për ekspozitat personale, gjithsesi kishe edhe ekspozitat të përbashkëta, nëse mundim pak në pika të shkurtra, t'i përmendim se çfarë prezantove tek ato dhe cilat ishin. Është edhe te faqja e fundit e katalogut, ajo lista që ka ndodhur. Kam marrë pjesë në shumë ekspozita kolektive, në workshope, në periudhën e pandemisë, në ekspozita online e jashtë vendit, kolektive që kanë qenë. Edhe në pandemi nuk u ndalë. Edhe në pandemi nuk ndalesh, po. Online u bën ekspozitat, po... Përderisa si ndalë në pandemi, këto kushtet e tjera nuk llogaritën. Jo, për mua jo. Në grafik që ishte më e rëndësishme në vitin 2018, në Bienalen e engravistit në Turqi, me një kolege bashkë morëm pjesë, njëjtë edhe në pandemi, por në online e morëm pjesë aty, po. Një eksperiencë ndryshe, interesante. Shumë ndryshe se kishte nga shumë vende artist, mbi 200-300 punime kishte në Universitetin e Yıldız Teknik në Istanbul, krejta jo u përmbush me grafika. Esra, unë falenderoj shumë që gjete ko dhe mundësin tjerë sot me mua, uroj të ritakohemi sërish, jo vetëm në ekspozitën e tretë, por ndoshta edhe më herët,
Në ndonjë punim apo jo. për ndonjë event qoftë dhe për ndonjë diskutim tjetër. Falenderoj shumë dhe njëherë dhe të uroj suksese të më të tjeshma. Faleminderit edhe unë. E dashur të dashur, do ndjekim një material, një kronik që na tregon më të rejat nga fusha teknologjisë, rrjeteve sociale, arteve, sportit, mjekësisë e shumë fushave të tjera. Ndjekim materialin dhe rikthehemi sërish në studio.